Arsyet pse njeriu plaket më shpejt në dimër, ja çfarë duhet të bëni. Në këtë video do të mësoni arsyet pse njeriu plaket më shpejt në dimër sipas LT-saj. Mungesa e lagështisë në ajër bën që lëkura juaj të mos hidratohet si duhet dhe të shkaktojë gjithashtu rrudhjen para kohe. Stresi. Për fat të keq, festat e pushimet e fundvitit rrisin nivelin e stresit. Kryesisht kortizoli ndikon edhe në ashpërsinë e lëkurës. Kremi kundër diellit, i cili nuk përdoret gjatë sezonit të dimrit, mund të shkaktojë edhe plakjen më të madhe për shkak të rrezave ultravjollc që nuk e humbasin intensitetin dhe shkaktojnë edhe rrudha në lëkurë. Përkujdesja e dobët ndaj temperaturave të ulta që bëni për lëkurën mund të jetë gjithashtu një arsye pse plakeni. Përdorimi i tepërt i dushit të nxehtë gjatë dimrit, ushqimet e gabuara që konsumoni, mungesa e diellit dhe mungesa e aktivitetit fizik janë faktorët që shkaktojnë plakjen e parakohshme të lëkurës gjatë dimrit.